Përshëndetje popull Shqiponiash. Turkesh hajvan kryeministër që quajte një popull që ka bërë krenar gjithë botën në këtë protestë dhe ti thua hajvan. Hajvan jeti dhe ta them pa pik turpi drejt sy. Dua të drejtohem sot punonjëve të administratës. Merr një shembull, njerëzit vinë me aftësitë kufizuar nga Durrësi, nga qytetet e tjera Shqipërisë dhe ju heshni. Dhe është koha juaj. 13 vite keni bërë mëkat me votet tuaj, duke votuar këtë qeveri që s'ka lënë gjë pa vjedhur. Bashkohuni këtë protest, është koha të lani mëkatet që keni bërë 13 vite duke mbajtur në pushtet. Këtë njëri për një rrogë. Edhe ne jemi punësuar, edhe ne kemi biznese, por s'ka gjë që na ndal, s'kemi frikë ta bëjmë Shqipërinë. Ditën e shtunë, ditën e vjen, është koha fundit e juaj. Punojës të administratës, merrni pjesë, fitoni krenarinë. Dua t'ju përshëndes dhe ta mbyll me një thënie të filozofit dhe intelektualit të ndjerit Tukshinhoti. Shqipërinë e pa bërë, bëje të bërë, bëje ose vdes, të vdesi prap dhe poshtë tratarët. Shqipëria e shqiptarëve, jo e tratarëve. 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 Ku e kam rini, greni si këtu aftë shafima. Greni duart lartë, greni duart lartë. Të gjithë, bravo! Bravo! Fillimisht, dua të shpreh se nuk jam pjesë e agjenturës iraniane, nuk jam nazist, nuk jam fashist, as edhe jam qytetar shqiptar. Jam edhe student i cili sapo ka mbaruar bachelorin për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Në çdo lloj disipline dhe nga çdo lloj fashe analize, në qoftë se ne shohim këtë qeveri, ne shohim korrupsion dhe fundosje, e cila nuk i vlen qytetarit të thjeshtë shqiptar i cili punon në mënyrë të ndershme, por i shërben oligarkut, hajdutit, kriminalit. Unë nuk kam ardhur me fjali para jush sot, por kam ardhur me fjalë që më burojnë nga zemra. Faktet janë këto. Parlamenti unikameral 140 vend shqiptar përbëhet nga rreth 134 deputet, 84 prej të cilëve janë socialist, 50 prej të cilëve janë demokrat. Më falni, çfarë debati, çfarë ligji edhe çfarë komunikimi kanë bërë këta në mënyrë që të lartësojnë çështje kombëtare dhe interesin e qytetarit shqiptar. Në qoftë se ne i kthejmë syt mbrapa në histori, ne kuptojmë që regjimin e kargut komunist e hodhën studentë. Edhe të njëjtën gjë do bëjnë në 2026. Shpresoj me gjithë zemrën që ne ta rrëzojmë këtë qeveri të korruptuar. Dhe nuk është e korruptuar sepse e them unë, por është e korruptuar sepse thotë Europa dhe Amerika. Eurodeputet europian së fundmi, eurodeputet europian së fundmi u shprehën që qeveria e tanishme po e përdor shtetin tonë si një plaç. Dhe unë nuk mund të isha më shumë dakord. Do ta mbyll fjalimin tim me këto fjalë. Në Romën e lashtme ishte kjo shprehje. Në qoftë se ti zgjedh palaçon, atëherë do presësh në parlament cilë. Unë them të bëni diçka tjetër, të zgjedhni lidera kompetent, edhe të cilët ne i vëmë përpara përgjegjësisë, edhe diçka. Shqipëria është e shqiptarëve, jo e tratarëve. Shqipëria e shqiptarëve, jo e tratarëve. Shqipëria e shqiptarëve, jo e tratarëve. Shqipëria e shqiptarëve, jo e tratarëve. Ju lutem, dizini telefonat i shikoj ky sa jemi. Ty bir apo ty qipir?
Tashi, tregojani se jemi, tregojani të gjithë. Post patronazhiste, post patronazhiste, post patronazhiste, post patronazhiste. Si që thash, këtu kemi në të gjitha shtresat e popullsisë. Kemi një profesor në Universitetin e Mjekësisë. Gjojeni ju lutem. Hej rini, thuaja këngë në statë më bukur që di. Ma jepe dorheqjen, ma jepe dorheqjen. Ky është zëri që do t'japi kujnë edhe në varë, atje ku qko. Kjo është rinia shqiptare e cila është gjaku i pastër që t'i deshet a degdisje në për Europë. Jo, nuk është degdisur për mos u kthyer më, po kthehet dita ditës e ti do kesh parasyve të tu. Shqiptarët nuk e trahtojnë vendin e tyre. Shqiptarët i tregojnë vendin trahtarin. Shqiptarë, pol me një qeveri korruptuar, pol me një qeveri kriminale për shqiptare. Jemi vetmi qytet në Europë ku lumi i haleve kanon përvesti dhe prodhuesi më i madh i këtyre haleve është ky që ka shtëpi këtu. Jemi vetmi qytet në Europë ku të rinjtë të reja largohen për të mos vdekur të rinj, ku të rinjtë të reja largohen për të marrë jetë, për të kthyer me forcat e tyre, dhe këtu do i kesh në shesh çdo ditë. Rini mos u përçaj, rini mblidhu, intelektual që kanë ngel në Shqipëri, mblidhuni në këtë shesh, sepse është sheshi juaj, është Shqipëria juaj, Shqipëria shqiptarëve, vdekje tradhtarëve, Shqipëria shqiptarëve, jo tradhtarëve. Rama jepe dorheqjen, Rama jepe dorheqjen. Jemi femra e Shqipërisë, jemi ardhmja e Shqipërisë, ju dua fort gjithëve. Forsi pasardhës, tua ta prezantoj me shprehje të Fanolit që thoshte: "Nano mos ki frikë se këtë jem në Amerikë." Përshëndetje shqiptar! Ka marrë Kastilen nga Amerika për t'ju thënë në radhë të parë faleminderit të gjithëve se na keni zbardhur faqen, na keni mbushur me krenarim, u ahongshan zemrat gjithë. Falenderoj Kosovën për mbështetjen që na keni dhënë këto ditë, u shpërblefshi me trima për në UÇK dhe me marrëti. Do flas për këtë fytyrën e ndyrë që ka sa vjetë për i pushtet, që kur ka ardhur e ka filluar me prishje, tritol, dinamit, me skrepa, padroma, me preteksin që kanë qenë pa leje. Ku e gjeti lejen ky që shatë Zvërnecin tani, Besazanin, ku e gjeti lejen ky fytyrë e ndyrë, që nuk la, e bastisi gjithë vëndin, i largoj të gjithë njerëzit, të gjithë janë gjykatave se nuk marrin do toka, nuk marrin do të pronat atyre, dhe ky ndryshon ligjin për të na sjellë farën e keqe të Trumpit, familje,